Nëse si Shqipnia, si Kosova, nuk i hapin dosjet për mi tregu aty në njerëzve që kanë bashkëpunu me komunizmin edhe mos të kenë moqasje ata në shoqërinë tonë civile, ne kemi për të vujt për ty në shumë. Sot kisa dushë në Kosovë dëbit e që atyre që janë në përpostet të bukur të larta. Më rrezik ndoshta ata vetë. Ata, ta zojmë dhe që jenë plake, Një person, për shembull, antar i UDB-s, i cili e ka shoqëruar Avzinelën në kufi, duke e ditë, ku shkoi Avzinela, erdhi në Kosovë, kishte me vete gjithë krijimtarinë e tjerë antikomuniste. I kishte shënuar me letra. Dhe kur erdhi në Kosovë, pasi e detyroi UDB-ja me bashkëpunu me sistemin komunist dhe nuk pranoi, ishte mes dy rrugëve. Tha, ose do bashkëpunosh me ne edhe do të lam ti ikish në Amerikë, ose nuk do bashkëpunosh, do kthesh në Shqipëri, do të vrasin ata. Ky pranoi, më mirë të vritet të shkojë në Shqipëri edhe një herë, sesa të bashkëpunojë me ta. Dhe kur shkoi në rrugën për të kthyer në Prizren, në Vërmisë në Dogan, ai që ishte bashkë me të në makinë ishte shqiptar. Udbashi. Udbashi. Ja kemi edhe emrin atij. E keni emrin. Po e kemi emrin, po mirë është që po e them publikisht pa ja tregu emrin, ta gjejmë mënyrën të na kontaktoje sepse ne duam ato dokumenta që ja ka dorëzuar Avzinela në vitin 1967. A është gjallë që i Udbashja? Është gjallë, është nga Prizreni, ja di me emër mbi emër, por do t'i dorëzoje familjes të gjithë dokumentat që ja ka dorëzuar Avzinela. E ku e dini ju që i ka ai? Sepse ja ka dhënë Avzinela.